Akuzat për mbifaturim të energjisë elektrike nuk kanë munguar prej kohësh, por asnjëherë nuk të shkonte mendja se një familje prej 4 pjesëtarësh duhet të përballeshin me një faturë mujore të energjisë elektrike me vlerë 2.5 milion lekë të reja. Kjo nuk është pjesë e ndonjë barsolete shkodranësh, pavarësisht se historia ka ndodhur pikërisht në qytetin e Shkodrës, por është shqetësimi i ngritur nga Ferit Ferhati, i cili është ankuar në të gjitha institucionet përkatëse dhe nuk ka gjetur zgjidhje. E jo vetëm kaq, por Feriti për 4 vitet e fundit që ka qenë debitor, i duhet të paguar 44 milion lekë të vjetra, pra edhe 19 milion lekë më tepër se fatura e marsit 2012. Ferit Ferhati denoncon shqetësimin e tij, duke treguar faturat që u ka dërguar OSHE-ja, ku vetëm për muajin mars 2012 i ka shkuar një faturë 25 milion lekë të vjetra. Përka edhe i ta me më pasa hatin. Ta vinë e venë 140.000 lekë, ose vinë 20 milion që eshe vetë ti, i do, hamdën. Të shumë nuk gjenë rrugë vjellë e kërkon. Jam të shku gjithë konë, jam të ba fjallë me ata, ka po thëtë mas librejës djetër të babës. I kja kontrata e babës, të janë kontratat e babës, i ka pas babës. Mu më kanë qitë e më në të lasë. Kush i pagun mujë 20 milion që i këta, zëtë një t'i binë. Ferhati rëfen se jeton vetëm me të shoqen dhe 2 fëmijët në një banes në lagjen Dudas në qytetin e Shkodrës, dhe askush nuk ka hapur derën për këtë shqetësim, ndërsa prej 4 ditësh është ndërprerë energjia elektrike. Sipas të zotit të shtëpisë, këto fatura jo vetëm që nuk janë reale, por bëhen qesharake kur për një muaj vjen ajo shifër për konsumim të energjisë elektrike. Prej vitesh Ferhati endet në dyert e OSHE-s për të sqaruar këtë gabim. Megjithatë, deri më tani nuk ka ndryshuar asgjë.